Ankesa ndaj jetës. Mufadal ibn Kajs ishte vënë keqjas nën peshën e jetës. Varfëria dhe skamja, borxhet dhe shpenzimet e shqetësonin shumë. Një ditë shkuan te Imam Sadiku, hapi zemrën dhe ja shprehu të gjitha hallet e sikletet që e mundonin. Nisi t'i thoshte: "Kam kaq para borxh e nuk di si t'i jap. Kam kaq shpenzime e nuk kam asnjë të ardhur. Jam shumë keq. Kam mbetur i mirë, te çdo derë që trokas më mbyllet." Në fund kërkoi nga imami që t'i bënte një lutje e t'i kërkonte Zotit që t'i hapte rrugët. Imami urdhëroi një shërbëtore që ishte aty: "Shko dhe na e sill pak atë qesen që mensuri ka sjell për ne." Shërbëtorja vajti dhe e solli qesen menjëherë. Imami mori qesen dhe u kthye nga Mufadal ibn Kajsi dhe i tha: "Në këtë qese janë 400 dinar. Merri, janë ndihmë për jetën tënde." "Oh, unë nuk kisha këtë qëllim kur erdha këtu te ju. Unë doja vetëm një lutje për jush," ju përgjigj Mufadali. "Shumë mirë, edhe lutjen do ta bëj," i tha imami. "Por po të them diçka. Kur mos u thuaj njerëzve vështirësitë dhe hallet e tua. Përshtypja e parë që lë është që ti e thyer e ke dështuar në jetë. Zvogëlohe shumë për mendjen e njerëzve e kështu humbet personalitetin dhe respektin tënd."